Partia Demokratike akuzon mazhorancën socialiste se po përdor zvarritje institucionale si mekanizëm mbrojtës por Belinda Ballukun duke penguar përballjen e saj me drejtësinë. Sipas opozitës, shtyrjet e një pasnjëshme në kuvend dhe në gjykatë kushtetuese nuk janë rastësi, por pjesë e një strategjie të koordinuar politike. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, deklaroi se mënyra se si po trajtohet çështja Balluku përbën një përpjekje të hapur për të bllokuar veprimet e SPAK-ut. Zvarritja e çështjes Balluku si në parlament ashtu edhe në gjykatë kushtetuese nuk është rastësi, por një operacion i koordinuar politik për të bllokuar SPAK-un dhe për të mbrojtur korrupsionin në majë të pushtetit. Mazhoranca socialiste dhe Edi Rama kanë zgjedhur zvarritjen si mekanizëm mbrojtës për Belinda Ballukun. Bardhi kritikoi edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila sipas tij shtyu pa fat vendimmarrjen për çështjen e Ballukut. Të njëjtën strategji ka ndjekur edhe gjykata kushtetuese, e cila dje shtyu pa fat vendimmarrjen për të pandehur Belinda Balluku. Opozita e konsideron të pabazuar kërkesën e socialistëve për të pritur vendimin e gjykatës kushtetuese përpara se kuvendi të shprehet mbi heqjen ose jo të imunitetit Ballukut. Sipas Bardhit, kërkesa e SPAK për një master e sigurie nuk ka lidhje me çështjen e pezullimit nga detyra. Sot, Kuvendi i Shqipërisë ka vijuar të njëjtën linjë. Është shtyrë pas një arsye të ligjshme mbledhja e Këshillit të Mandateve me justifikimin se duhet pritur vendimi i gjykatës kushtetuese, edhe pse masa e re e sigurisë që kërkon SPAK ndaj Ballukut nuk ka asnjë lidhje me çështjen e pezullimit nga detyra. Si shtyrja nga gjykata kushtetuese, ashtu edhe shtyrja nga Kuvendi janë hallkat të njëjtit zinxhir mbrojtës, i komanduar politikisht nga Edi Rama. Nga ana tjetër, Kuvendi shtyu pa fat shqyrtimin e kërkesës së SPAK për t'i hapur rrugë arrestimit të Belinda Ballukut. Mazhoranca shprehet se përpara se të shqyrtojë ashpërsimin e masës së sigurisë, duhet të presë vendimin e gjykatës kushtetuese për të vlerësuar nëse masa fillestare e pezullimit nga detyra ishte në përputhje me kushtetutën.